Ishte shumë performanca për të parë në nokautin e Sidrit Belerit, ndaj me njëherë thrasim pjesën e ngelur të skuadrës, zbulojmë se kush do të jetë dyshja e radhës. Skuadra e Sidritit në skerë. Sa mirë bët djemt këtej, vajzat këtej. Okej, është Albin në fund. Kush e ka radhën tani Sidrit? Duket sigur është një dorë këtu që rregullon gjërat dhe shkon drejt asaj që unë kam darë mendjen, në fakt, po. Atëherë, është Albi. Albi bën një hapër para, kundër Esteles. Kundër Esteles. Të tjerët kthehen në mbrapa sken. Estela është një vokal që nuk bën shumë dallim me shumë vokale normale femërore, por ka një sens të freskët në mënyrën se si percepton gjërat ose më saktë materialet. Kush është materiali që ke përzgjedhur? Në fakt mua më pëlqen shumë muzika shqiptare e viteve 80-90. Një material që gjithmonë më ka pëlqyer shumë dhe asnjëherë nuk kam guxuar ta këndoj. Është Nuk mjafton e Aurela Gaçës. Kam përshtypjen që tonaliteti duhet të jetë origjinali. Nuk kemi nevojë të ndryshojmë gjën tonalitet. Dhe nëse mund duket material interesant. Them që i rri mirë për faktin sepse ajo vajzë e koncepton shumë mirë të kënduar në shqip. Teknike, ka shtrirje, ka do potencë vokale. Ndjem shumë mirë dhe ndjem me fat që po vazhdoj ende në The Voice. Kjo fazë është shumë afër netve live, edhe besoj se çdo konkurrent që merr pjesë me guximin të vinë në The Voice, besoj se atë ka atë dëshirën e vet më të madhe që të jetë të paktën një herë në netët live me skenografi, me kostume, me koreografi, domethënë. Po fokusohem tek performanca, do të kem një interpretim të mirë që kujtimi dhe shija që mund të kem vetë nga The Voice, por edhe ata që po e ndjekin nga unë të jetë e mirë, edhe shpresojmë për më të mirë. Performanca javës kaluar nuk ishte nga ato performanca që unë prisja, nuk kisha ca pasiguri që kaluan në fat mirë, në fat timin, në të mirën time, gjithsesi më guxon të ndodhë prapa e gjë që ka ndodhë. Në sa kam të gjithë? Kam gjetë 1 milion, po vetëm një. Po, një shqiptare të gjesh Jorgaqit në këtë natë. A është këngë ritmike, do mundom të përkushtohem shumë për performancës. Ka një moshën tonë. S'ka rëndësi mosha. Normalisht, kur është fjala për rock, aty dorëzohemi të gjithë. Rëndësishme që ty të pëlqen dhe ke marrë me qef. Suksesit. Se kam të dua sepse te pëlqej motivacion për dashuri. Unë vazhdoj të qëndroj mendimit që Albi duhet të nxjerrë vlerat e tij në fakt me materiale ritmike. Jo sepse publiku dashuron gjithmonë këto lloj materialesh, por sepse dhe vokali i tij i plot, përshtatet më së miri në këto. Është një vokal i cili ka dhe një ngjyrje specifike, është një vokal i cili, them të drejtën, shtrirjen e ka më tepër për poshtë, por unë do të tentoj ta tregoj gjithmonë limitin e vokalit të tij, të tregoj gjithmonë ato notat akute, të cilat gjithmonë e bëjnë publikun më tepër për vete. Kam marrë për një qëllim, është shumë e rëndësishme ta kalosh fazën tjetër sepse kam kuraja që të vazhdoj prapë dhe do ishte e bukur të ta kaloja. Po ashtu kjo është një lojë, duhet të ketë dhe fikuesve. Gjithsesi unë do vazhdoj të jap më të mirë. Joy, I'm to be with you, I'm sure. It's such a long, I said to me, beyond all I said.
gioia e se tu non passi a me io la sera suria bisogna tigru fruanja fjal bisogna tigru e një hap një i prekju shlu vazhdoj ne vera në këtë natë tua të këndoj në këtë natë tua të vazhdoj të dëgjoj një tigru e të një hap në këtë natë tua të këndoj në këtë natë tua të vazhdoj diku aty me ty aty pranje Savram të dua sepse tek ti gjej motivacion për dashuri po kur të shoh si këndon ti me ndje më fort të dua ty o shpirë në këtë natë tua të këndoj në këtë natë tua të vazhdoj të dëgjoj një tingull e të hedh një hap në këtë natë tua të këndoj në këtë natë tua të vazhdoj të ku aty me ty aty pranje në këtë natë tua të këndoj në këtë natë tua të vazhdoj të dëgjoj një tingull e të hedh një hap në këtë natë tua të këndoj në këtë natë tua të vazhdoj diku aty me ty aty pranje Faleminderit shumë. Dashurisja kushtuam në jetën e gjithmonë atë kërkojmë e sa herë ne kujtojmë se gjetëm për gabon nuk mjafton si e çmendur të vuash e as lodët që ndrisin në sy nuk mjafton vetëm ti që të duash po kërkon të të duan dhe ty
Estela dhe Albi. Na bën pak nostalgjik tani, sepse secili prej nesh ka kujtime të ndryshme me këto këngë. Për shembull, mua më kujtohet me këngën e Albatros që shkoja me vllajën tim të madh që tani është 37 vjeç në këto festat nëpër shtëpia. Vije kaseta dhe këndoj. Dhe më kujtohet gjithashtu që shikoja Aurelën në televizor me tuta. Mundohesha ta imitoja sa do pak, ishte e vështirë. Ishe me tuta, jo? Jo, unë isha me tuta. Unë kam qenë me jemi një fund këtu. Kam heqë edhe... O nëne. Si ju duken, Aurel, po e nis nga ty? Nuk e di kush e ka zgjedhur këngën, kush e ka bërë përzgjedhjen, po faleminderit se më keni përkëdhelur shumë. Më po shumë qefi, e para. Të filloj një me Albin. Më pëlqeu lirshmëria e tij në sken, sepse është shumë e rëndësishme për një këngëtar, nuk mjafton vetëm zëri, nuk mjafton. Deri diku më erdhi, ishte i sakt. Nuk e di, i mungonte diçka, i mungonte një shpërthim, i mungonte për mua. Estela më pëlqeu se e këndoi këngën sakt siç është kënga, pa e ndryshuar, por nuk i dha Aurelën. Kjo gjë më pëlqeu shumë. Domethënë, e këndoi notat, i këndoi të sakta siç është kënga, pa e ndryshuar këngën, por i dha Estelën. Nuk e di se çfarë do të bëj si driti. Këtu tani nuk e kam iden fare se edhe më surprizon ndonjëherë. Si çfarë për shembull? Mirë. Elton, si të duken ty? Më duken mua. Dy natyra të ndryshme këngësh. Dy këngë vërtet nostalgjike, po sa është natyra njerëzore, nostalgjia gjithmonë do bëj punën vet dhe themi gjithmonë atje. Grinta e Albit ndoshta nuk ka një shpërthim. Por Albi nga ana tjetër këtë lloj gjëje e rikuperon. Me çfarë e rikuperon? E rikuperon me gjak, e rikuperon me ndjesi, e rikuperon me lirshmëri. Domethënë ai është një këngëtar i cili është gati, është rikuperon me gjak. Unë prandaj kam syzet. Ai çau buzën me mikrofon. Zia keni vure. Për mua Albi është një këngëtar i vërtetë shumë i lirshëm, por thjesht materiali për mua Albi mund të kishte dhënë edhe më shumë, por nga që ka çar buzën me siguri e ka pasur ajo problemin. Nga ana tjetër, Estela për shembull më erdhi pak e vjetër. Do të thënë më erdhi pak me ato vibratot e thella, mund ta kishte trajtuar këngën më pop rock. Më këndshëm. Por për mua ishte të ngarësisht e saktë. Ka ato notat e rrumbullakta lart kur shkon është fantastike. Bravo të dyve, jeni pa parë. Atëherë, sa i përket ndoshta tonalitetit kur ndryshon kënga, unë nuk e shoh diçka si shumë si referencë ose si ndonjë ndryshim drastik, sepse unë vetë personalisht kur marr që të këndoj cover, edhe i hyp nga njerë këngët sipër me tonalitet, nga njerë edhe i zbres, sepse varësisht nga vokali që e ke. Unë pëlqej te Albi njerë në gjyrën vokali që e ka të mrekullueshme, pas ajo shumë stilën sken, më pëlqen ajo koka që e lëviz gjatë kohës që çuditërisht i shoqëron këngëtarët e rockut kur këndojnë rock. Në anën tjetër pastaj ka me Estelën, e cila ka qenë në grupin tim, një perl që e kam dorëzuar te Sidi në fakt, u shtypën 3 butonat për ta zgjedhur. Më pëlqen shumë, ajo vetë ka një veçanti zëri të tillë, të bukur me notat sipër, ne e kemi dëgjuar edhe në Betea që ajo mund të këndonte edhe një blues në mënyrë fantastike, kështu që edhe këngët shqiptare arrin që t'i këndoj shumë bukur, kështu që për të dy shumë komplimente, bravo. Si dritë? Ma kanë thjeshtuar shumë punën, në fakt. Të tre, ma thjeshtuar punën komplet. Atë kam për detyrë. Nisem nga zgjedhja e materialeve, në fakt. Aurela që pyet kush e zgjodhi këtë material, po ti harrove që erdhi, aman o si do. Tha një këngë time në zgjedhje të lutem. Bashkëngjitur me atë çfarë thanë kolegët e mi, unë i njoh të dy shumë mirë. Për sa i përket shpirtit që kanë, mënyrës se si performojnë në skenë, vokalit dhe veçantive ti, dhe asaj që unë mendoj që do japin të ardhmen, pa dashur të futem anëve teknike, sepse e them me
plot bindje që kanë qenë të dy në perfekcion për materialin që kanë patur. Dhe tek e fundit edhe s'kishte çati bënte më tepër atij material Albi. Ke parasysh se ka një shtrirje e cila është të kondicionuar në një farë mënyrë. Në këtë pikë gjithmonë vetëm duke i njohur mirë, sepse sot kanë qenë të dy pothuajse 100% e tyre. Unë do doja të jap shans Albit. Albi është me nerën e live i zgjedhur i Sidritit pas duelit me Estelën. Faleminderit shumë, shko Andej. Estel, Andej do të takojmë pas pak bashkë. Gjithmonë e më i lumtur, thjesht e përjetova çdo sekond të asaj këngë, u gëzova shumë, shumë i lumtur.